Unë jam të kaj popull, s'kam asgjë për të humbur. Nëse funksionohet e drejta, do bëhem më keq se bisha. Dhe këtë kam bërë. Pa kompromis. As me emocionojnë fare, as gangsterët e tyre spurdhjak, as fundërinat e tjerë që të pinë byllë e pushtetarëve, as ata që kanë për para nga mbrapa, se u lodha. Dhe nëse ata morën jetën time e disave si unë, të mos marrin jetën e fëmijëve të mi. Dhe këtu jam luftë pa kompromis. U duk si ku po luftonin me mullit e erës, po ja për që nuk është kështu. Ju duk atyre se zotronin gjithçka, se Zoti flinte dhe zgjoi me ta nga gjumi. Po ja që nuk është kështu. Edhe për ata pushteti ka qenë një provë e madhe. Dhe është provë më e madhe se fukaralliku, po dhe për ne provë e madhe. Si do sillemi ne me sojsëzët si për kokës? A e meritojmë veten ne apo jo? Të gjithë popujt e kanë kaluar të periudhë, janë çuar, kanë treguar vendin. Edhe ana më simbolike është revolucioni francez, ku lapa thot, nuk jam revolucioni nuk se do vritën binanash. Njeriu që fle me mendje ke pushteti nga mjesim dark. Po kush zhej popull që se ka paguar haraçin e lirisë vet? Po si ta bëjmë ne? Unë besoj sistemin, thot, hipokriti. Ku e gjithë këtë sistemi? Ku ka sistem? Unë di që matematikë jam goxha i mirë, domethënë. Hajde ta bëjmë llogarinë, edhe nga ana juridike. Ku ka sistem këtu? Sistemi që të marrin këta që janë, edhe këto bishat e tyre. Ne gjithë problemin kemi me sistemin. Se sistem kemi hajdutët të sotën, të Ramës, me hish hajdutët e Berishës. Ku e gjen sistemin këtë? Edhe spaku duhet shkoj ke ky. Me çfarë ky është financuar deri tani? Me çfarë financuar ky? Bën politik. Pashu i bëjmë gjithë ne. Sa rrugat shka që duan financojnë. Mo dhe vetë pushtetit do në kishë financuar, po të ishim të tillë. Ose opozita. Ose Meta. Ose Merkajt, si që folë atje. Se kemi frikë ne të themi emrat e zorzopëve nga fillimi fund, të gjithë qepësira e Shqipërisë. Po jam marrë me Metën dhe Berishën dhe me Ramën për tregu që kush po pierdhin për këta, jo më për tjerët. Me që jemi tek Meta, po me Metën çfarë po ndodh edhe me Veliajin, prap, të dy në qeli. Meta e këshilloi të ri mirë atje, e ta pastroj qeli, mos ta lëpis. Kaq. S'më interesojnë tjerat. Çfarë ndodhi Meta? Metën mirë që e la Monika, po e la dhe Faik Basha. Apo nuk e ke dëgjuar të lajmin e fundit? Po, dje e njoftoi largimin. E la dhe Faiku tani. Po, me sa shoh fillimisht e ka lënë vetja. Po, atje në qeli duhet sillet më mirë edhe të mos bëj zhurmë atje, edhe ta pastroj, ta mbaj pastër ambientin atje. Po çfarë përtej batutës ose ndoshta informacionit me nuk ka shërbëtor, nuk ka shërbëtor më. Nuk është e vërtetë. Unë kështu e di, nuk ka shërbëtor. S'ka atje, ta kuptoj që është qeli, ti shërbej vetës. Diçka tjetër më pa doreza për atë që po ndodh te 313-a? Asnjë gjë më. Ta mbaj pasën se do vinë tjerët. Aty s'do mërzitet, do ketë shok. Kaq.